Gjesti shkon në vendin e aksidentit. Shpërthen në lot pranë trupit të vëllait. Një ngjarje tragjike ka tronditur familjen Kelmendi dhe mbar opinionin publik. Vëllai i reperit të njohur kosovar Gjesti humbi jetën në një aksident të rënd rrugor që ndodhi këtë të premte në afërsi të qytetit të Pejës. Sipas raportimeve nga vendngjarja, 2 persona po udhëtonin me një motociklet kur, për shkaqe ende të paqarta, humbën kontrollin dhe u përplasën me një automjet. Përplasja rezultoi fatale për një nga pasagerët e Eldionin, i cili humbi jetën në vend. Personi tjetër u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Pejës, ku ndodhet në gjendje të rëndë. Lajmi i kopshëm ka tronditur pa mas familjarët dhe të afërmit. Sipas burimeve në terren, Gjesti ka mbërritur me njëherë në vendin e aksidentit, i shokuar dhe i zemërthyer. I rrethuar nga familjarë dhe miq, ai nuk ka mundur të përmbajë lotët e dhimbjes, duke thirrur me zë të lartë: "Oh, vëllau jem!" Momente dramatike, të ngarkuara me emocione të forta, që pasqyrojnë plagën e hapur të një vëllai që përballet me humbjen më të madhe. Në rrjetet sociale dhe mediat online reagimet e njerëzve kanë qenë të shumta, nga kolega artist, ndjekës të Gjestit, ish banor të Big Brother VIP, e deri te qytetarë të thjeshtë që janë ndier të prekur nga dhimbja e kësaj tragjedie. Kujtojmë se Gjesti, fituesi i edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, ishte kthyer së fundmi në një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar, dhe mbështetja për të nuk ka munguar në këto momente zije.